Në Bashqallëk vijon puna intensive për pastrimin e kanalit kryesor Kullues, i cili kishte mbetur i bllokuar prej më shumë se 30 vitesh, duke shkaktuar probleme të përsëritura me përmbytjet sa herë binin rreshje. Ndërhyrja synon të rikthejë funksionalitetin e plotë të këtij kanali jetik për zonën si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e sistemit të kullimit në territorin e Bashkisë Shkodër. Bashkia Shkodër, në bashkëpunim me Bordin e Kollimit Lezhë, po bën të mundur pastrimin e këtij kanali Kullus, i cili ka shumë vite se nuk është pastruar. Vetë kryetari i bashkisë u involvu dhe ne morëm një mjet nga Bordi Renali Lezhë. Ky është një kanal i rëndësishëm sepse merr gjithë zonën e Bashallëkut, po merr edhe gjithë zonën e Berditësime, gjitha kodrat e Berditësime vjen në këtë kanal. Është një fakt që në kushtet që jena na po bën një punë e shkëlqyeshme se duket vetë, edhe do bëjnë shlim të plot të kësaj zonës. Ne gjithnjë kena kërku që njerëzit mos t'i hedhin betoninat e për kanale, pasi ne po me shirat e vjeshtës, se shirat e vjeshtës janë të rëmbyshme dhe janë të shpejta, po u tregu që janë këto betonina që janë hedhën për kanale, që na kanë kriju disa probleme. Kjo ndërhyrje do të eliminoj si përmytjet që dalin gjatë stinës së rreshjeve të hagu e Berdicës, dhe domosdoshmërisht është një pastrim i cili ka vlet dhe është i domosdoshëm me kërkesën e viteve të banorëve. Sipas planifikimit, brenda pak ditësh pritet të përfundoj pastrimi i plot dhe të realizohet lidhja me rrjetin e kullimit në zonën e Berdicës. Kjo do të mundsoj shkarkimin e ujërave në mënyrë të kontrolluar dhe do t'i jap fund një problematike të mbartur prej dekadash, duke ju përgjigjur edhe një kërkese të kahershme të banorëve të zonës. Në bashkëpunim me strukturat e Bordit të Kullimit dhe Bashkisë Shkodër, puna po vijon me ritme të larta për ta përmbyllur ndërhyrjen para periudhës së rreshjeve intensive të dimrit.